Irisi foli dhe do ta veçoj këtë sepse kjo është e rëndësishme. Lidhur me borxhet e televizionit publik. Tani, e vërteta historike është që ne kemi tentuar që të krijojmë kushtet që televizioni publik të reformohet. Dhe kemi dështuar me suksesin më të plot. Nuk e di çfarë do të bëj drejtuesja e re, po deri tani bilanci i televizionit publik është dështim i suksesshëm. Që do thot nga borxhi në borxh dhe nga mospërfillja e publikut në mospërfillje. Ne nuk e kemi një televizion publik sot në Shqipëri, kjo është e vërteta. Kemi një kanal atje, po unë personalisht hera e fundit kur e kam parë televizionin publik shqiptar dhe ju siguroj për këtë, është në vitin 1990 para përmbysjes, kur ishin ato protestat që ata si thoshin dhe thoshin oliganët dolën këtu, oliganët dolën atje, që atëhere unë televizion publik më nuk kam parë. Kam vajtur i ftuar, po ju siguroj se as veten nuk kam parë. Dhe janë të vetme intervista, basile o nuk marrë si mesazh. Sepse kam shkuar në një përshpirtje atje, që quhet përshpirtje publike. Po, i kam parë ata në sallë, edhe jashtë studios nuk më ka parë një. Prandaj duhet ndarë mendja. Drejtuesit e televizionit publik të gjithë e din, ata që kanë qenë atje kur ne kemi qenë në opozitë, ata që janë, nga unë nuk kanë marrë kurrë asnjë mesazh. Asnjë mesazh. Se unë nuk e shoh. Dhe kur ndonjëri nga ju më çon thotë si çfarë bën televizioni publik, unë habitem si e ndjek. Por ama të gjithë i kam takuar mbasi janë zgjedhur. Dhe ju kam thënë vetëm një gjë, mbylleni. Të njëjtën gjë ju kam thënë të gjithë. Nxirrni në ekran televizioni publik shqiptar, i kërkon ndjes popullit shqiptar. I kërkon ndjes të gjitha familjeve në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj. I kërkon ndjes dhe për të gjitha ata që nuk jetojnë më. Dhe që kanë qenë të detyruar, si që jeni dhe ju, të marrin shërbimin më mizerabël publik në glob. Ju premtojmë se do reflektojmë dhe do rikthehemi në ekran kur t'jemi gati. Dhe të bëjnë reformë. Si ka mundësi që televizionet e tjera me shumë më pak buxhet bëjnë shumë më tepër sukses? Pse? Sepse buxhetin e tyre nuk e kanë të garantuar. Nuk e kanë garantuar. Duhet ta krijojnë gjithë. Televizioni publik e ka të krijojmë borxh, po pastaj se jeni borxh ç'a doni? Ç'a doni? Ja, duan të drejtën e Federatës Shqiptare të Futbollit për të transmetuar ndeshjet e kombëtare, sepse kombëtarja duhet dalin në televizionin publik, që nuk e kemi. Por lekët nuk i paguajnë. Pse? Se ne jemi publiku. Doni lekët tona, shkoni te qeveria. Duke qenë se ata gjuetis gjetën rrugën që të nxjerrin prapë çiftet, shkoni dhe ju mos kapni në një ashtu se aty të ndojnë të gjërat. Nuk kemi për t'i dhënë televizionin publik asnjë lek nga taksat e shqiptarëve, deri kur televizioni publik ti meritoi taksat e shqiptarëve. Unë shtu mendoj Iris, unë e di që ty të qanë zëmra për median, mua më qanë më shumë se kam qenë edhe unë si puna jote atje i mediave, por unë jam çik ndryshe. Kështu që mendoni, unë mendoj që çdo opsion duhet të jetë në tavolinë. Edhe mbyllja përfundimtare, edhe privatizimi, edhe partneriteti, edhe çdo gjë përveç saj që është. Por unë nuk marr pjesë në këtë. Siç nuk marr pjesë dhe ti e di në asnjë lloj tentative për të rregulluar median. E bëra këtë aventurë, një aventurë në thonjza, thjesht dhe vetëm për pak gjëra,
dhe i mbeti Shqipërisë atje ai paragrafi, drafti i ligjit për media. Ndërkohë që sot Bashkimi Evropian diskuton shumë më tepër se aq, por unë nuk e bëj këtë, nuk merrem as me televizionin publik, as me mediat online. Ju që vuani shpivet e tyre, merruni, unë personalisht e kam marrë parasysh që po u mora me këtë punë, ata këtë punë kanë, se këtë punë zdinë bëjnë asnjë punë tjetër. Zdinë bëjnë të shpifin, të vënë gjoba, edhe të sakatojnë këtë mundën. Kjo është puna e tyre. Jo të gjithëve natyrisht fatmirësisht, po në tërësi siç është bërë një smundje në gjithë Europën. Por unë nuk merrni ju. Edhe për shpifjen që do të dekriminalizohet në Shqipëri fal procesit të negociatave, unë jam dakord. Për të gjithë gazetarët, për të gjithë vetëm me një gjë unë nuk do pajtohem kurrë që të dekriminalizohet shpifja për ata që janë të zgjedhur nga populli. Të tjerët shpifni, se diçka do mbetet, sa të kemi fuqi do mundohemi që të mos mbetet, kurse ata që janë në sallën e parlamentit, apo ata që janë të zgjedhur në nivelin vendor, për ata shpifja me votën time nuk dekriminalizohet. Vim tek ligji i shërbimit diplomatik, folëm këtu. Ministria e Jashtme është si televizioni shqiptar. Është një tjetër dështim i madh i yni. E ja u thash, e kam thënë dhe po e them se nuk është një gjë që nuk e din. Nuk është një institucion në funksion të gjithë këtyre sfidave. Nuk është. Pse? Sepse nuk është reformuar asnjëherë. Edhe një ligj që u bë si reform, nuk ishte reform, ishte tualet, do me thënë makjazh. Dhe ne nuk e kemi një shërbim diplomatik sot në lartësinë e sfidave të mëdha që ka bota dhe Shqipëria. Kështu që ligji duhet të jetë i tillë që të hapi rrugën për reform, të hapi rrugën për të futur ajrin e pastër, për të futur njerëz të rik. Shqipëria sot ka njerëz plot jashtë në diasporë. Mos harroni dhe do vitet e diaspora, që diaspora është pjesë e elektoratit aktiv në Shqipëri, nuk shërbejnë dot në ato përfaqësitë tona, se nuk kanë statusin, gradat e ku diun se çfarë. Dhe gradat janë marrë peng nga speakerat e politikës jashtme të televizionit. Që as televizion nuk është ai se ata s'dalin, ata nuk dihet kush janë, ku janë, sa janë, çfarë bëjnë. Unë sa shkoj atje në administri, më duket sikur aty është ministri, sekretarja dhe ai roja që më shoqëron deri atje, ndërkohë që nga muret dhe nga korridoret del një eon. Okej, vim tek diaspora, është shumë e rëndësishme që në aspektin e diplomacisë për sa i përket parlamentit, edhe grupet e miqësisë të angazhohen, si që të angazhohet kryetari i kuvendit, por njëkohësisht të gjithë deputetët që shkojnë jashtë duhet të përfshihen në takimet me shqiptarët. Pak, më shumë, nuk ka rëndësi. Kontaktet duhet mbahen. Samitin e diasporës do ta kemi në pranverë, por na duhet një kontakt i vazhdueshëm me diasporën. Dhe duke shkuar drejt fundit, për të kompensuar edhe fjalimin e shkurtër që bëra në fillim, po edhe për të arritur në një farë mënyrë gjatësinë e fjalimit të Aulantit, duhet vë theksin tek ajo që theksoi Fatmiri, që lidhet me domosdoshmërinë për të koordinuar punën për sa i përket realizimit me sukses të një misioni të ri. Në fakt nuk është mision i ri, është mision që e ka pasur parlamenti gjithmonë, dhe është një mision për cilin jemi të kritikuar në mënyrë të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian.
mbikëqyrja parlamentare. Nuk jemi kërkun me mbikëqyrjen parlamentare, qoftë të qeverisë, qoftë të institucioneve tjera. Është shumë e rëndësishme ama që në këtë pikë të ketë koordinim. Dhe komisioni i krijuar është komisioni i përhershëm si gjithë të tjerët dhe nuk mund të shihet si një aneks dhe as nuk mund të funksionojë si duhet pa koordinim. Është në funksionin e shkruar të komisionit dhe duhet të ndiqet dhe të respektohet. Duke e mbyllur me reformën zgjedhore dhe me reformën territoriale administrative, fjala ime është ajo që thash në fillim. Me ata, shumë mirë. Pa ata, po aq mirë. Rëndësi ka të bëhet puna. Asnjë lloj force nuk na imponon dot ne që me vetdije të bëjmë pengun. Jo. Reforma zgjedhore ka nisur, ose jo ka nisur, në fakt ajo reforma zgjedhore ka nisur që kur unë isha akoma thjesht dhe vetëm piktor nën urat e Parisit, siç e keni dëgjuar, me thonjë të paprera, që atëherë komisionet bipartizane mblidheshin, takoheshin, po atëherë takimet i bënin tek kjo një zyrë këtu mbrapa te OSBE-ja, nuk di ç'të them. Atyre përfaqësues të OSBE-s i mungonte vetëm veladoni i Priftit, edhe çallma e Hoxhës që të pajtonin aty dynjan për të bërë. Sa herë mbarojnë zgjedhjet, gjithmonë duhet një reformë, sepse mbas zgjedhjeve ka një humbës. Humbësi është po ai. Rezultati është keq e më keq, kështu që o burra të bëjmë një reformë tjetër. Problemi është që kemi bërë një reformë ne zgjedhore, Damiani e di atë pozicionin tim, por fakti që unë ja besoj gjithmonë Damianit është që ai është në gjendje të bëjë gjëra që unë s'do t'i bëja kurrë. Kemi bërë një reformë zgjedhore unikale në botën demokratike. Unë i sfidoj të gjithë na tregojnë ku është kjo, që qeveria ndalon së marrë rifrym 4 muaj para zgjedhjeve. Që të gjitha punët ndalojnë, që kontrata ndalojnë, çdo gjë ndalon, sepse duhet të sigurojmë. Dhe prap nuk ju mjafton, tani e duan 9 muaj. Tani e duan 9 muaj. Po prap edhe 9 muaj po të bëhet, nuk do lindi fitoria. Megjithatë, Damian ti e di vetë, siç thoshte kryetari ynë ndjes pas, bëni siç keni bërë gjithmonë. Ndërkohë që për reformën territoriale administrative ne e kemi shumë qartë vizionin dhe kemi shumë qartë drejtimin. Më pak, jo më shumë. Dhe shpreha është less is more. Më pak është më shumë. Fjala kyçe e fundit është koordinimi. Koordinim. Dhe patjetër që kjo është detyrë e drejtuesve, por gjithë secili duhet të jetë i vetëdijshëm që diçka mund të bëjë dhe ai. Si mund ta bëjë ajo? Mund ta bëjë duke kërkuar që të përfshihet dhe tjerët ose të përfshihet. Duhet koordinim. Nuk mund të jemi trupa të ndara dhe nuk mund të jemi individ që nuk koordinohemi, sepse na duhet që gjithë fuqia që kemi të projektohet e gjitha jo thjesht në procesin qeverisës, po në gjithë procesin politik. Është koha që të rindizen të gjithë motorat. Dhe paralelisht, grupi parlamentar, së bashku me partinë, të angazhohemi dhe në nismën e madhe kombëtare kundër ndotjes, çka është një problem shumë i madh, dhe çka nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç se vetëdijësimit të gjithëve që shishet plastike dhe qeset plastike nuk mund të hidhen rrugëve. Sepse ndodh ajo që ndodhi. Jo më larg se sa 2 a 3 net më parë,
Kam marrë nga kryetarja e Bashkisë Durrësit videon live. Jo, të njëjtës pikë që pasi u pastrua ishte duke u rimbushur atje në Shkozet. Për shkak se prurjet kanë vazhduar dhe çuditërisht, jo çuditërisht, por më çon dikush një postim të një personazhi mediatik që as i përmenda emrin, as më intereson fare emri, por që thoshte fajin e ka incineratori i Tiranës. Do me thënë, thirrja e personazhit për popullin shqiptar, për aq sa e dëgjojnë, ishte hidhni shishet e plastike dhe hidhni qeset plastike ku të mundeni, sepse fajin e ka incineratori i Tiranës. Se ç'lidhje ka incineratori i Tiranës, që është temë tjetër. Temë tjetër dhe është ndryshe, po është edhe kjo bisedë tjetër. Me Gjirokastrën, që përjetoi përmbytje pavarësisht punës të admirueshme që ka bërë kryetari i Bashkisë. E ka bërë të admirueshme sepse ai ka dhe fatin e keq që ka mbi krye një drejtuese politike që i rri me shkop fshesën në dorë. Se fshesën e ka lënë, por shkopin e ka mbajt, dhe ai ka bërë një punë shkëlqyer Bashkia, u bllokua. Dhe bllokimi ishte njësoj si ajo e Shkozetit. Dhe edhe në Shkozet, dhe atje, ne i kemi të evidentuara, sepse i ndjek Ministria e Bujqësisë, se nuk është më koha kur s'pastroi asgjë në Shqipëri, dhe përmbytej gjithë Shqipëria nga një shi vere, i kemi të evidentuar që në nëndor të gjitha ato pika kanë qenë të pastruara. Por prurjet janë kaq të mëdha, sa që ato mbushen me njerë. Tani si bëhet kjo? Kjo nuk bëhet me polici, kjo nuk bëhet me inspektime, kjo nuk bëhet me gjoba, kjo bëhet me vetëdijsim. Kështu që Partia Socialiste do angazhohet e gjitha në një betejë qytetare dhe vullnetare kundër plastikës. Kundër shisheve plastike, kundër qesëve plastike. Një betejë shumë dimensionale, sepse duhet ta bëjmë. Dhe krahasimisht, dhe paralelisht me këtë, por kjo është ç'është temë vetëm për grupin, por në asamblen e ardhshme do të lançojmë edhe fushatën e re të antarësimeve në Partinë Socialiste. Që do të jetë një, se ne kemi bërë gjithmonë, fushata e pranverës. Sepse kur tjerët, gjithmonë historikisht ndodh kjo, kur tjerët merren me humbjen e shkuar, ne merrem me fitoren e radhës. Kemi zgjedhjet në 2027 dhe nëse gjërat do vazhdojnë kështu, dhe nëse ata do vazhdojnë të besojnë që ne do bijem nga shiu, nga bora, apo nga proceset e drejtësisë, të cilat rruga të cilave është hapur prej nesh dhe garantohet prej nesh, ata le të jetojnë me këtë shpresë se në 2027 do habiten kur të mbeten dhe pa ato 5-6 bashki që i kanë sot. Shumë faleminderit për gjithë të ditë, faleminderit për durimin, amanet televizionin publik dhe Ministrinë e Jashtme.